Vasil Shanto, heroi i popullit, ishte komunist një orëve të para, bashkë themelosi i Partisë Komuniste, bashkë me Enver Hoxhën që vonë stavën dhe shok tjerë, komisar i parë i qetës partizane të Pesës, i deleguar i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste për qarkun e Shkodrës për drejtimin e luftës antifashiste nacionalshqiptare. Të gjitha këto e quhen Vasil Shanton drejt lartësisë së herojt të popullit. Sigurisht ne i vlerësojmë gjithë partizanët, gjithë luftarët, por Vasil Shanto është emblema e krenarisë e lavdisë për atë dheun. Sigurisht lufta nacionalshqiptare së bashku me epokën, epopejën e lavdishme të Skënderbeut janë dy kolonat ku mbështetet Shqipëria jonë sot, Shqipëria moderne. Lufta nacionalshqiptare ishte prologu i epokës socialiste të Enver Hoxhës. I thashtë të dyja bashkë këto, sepse ata nuk ndahen nga njëra tjetër. Po të mos ishte lufta nacionalshqiptare, nuk do të vinte as socializmi. Po të mos ndërtohesh socializmi nuk mund të ndërtohesh nëse nuk do kishte emblemën e lavdishme të luftës nacionalshqiptare. Është detyrë e organizatës veteranëve, organizatës dëshmorëve, e shoqata dhe organizatët e tjera shoqërore e patriotike të vendit tonë që ta mbrojnë këto dy kolona të lavdishme. Nuk është e ndershme, nuk është serioze që në një ditë ku bjen heroi i popullit, ish antar i Komitet Qendror të Partisë Komuniste, mos thuhet se lufta nacionalshqiptare e drejtoi Partia Komuniste e Shqipërisë e themeluar në 8 nëntor 41 dhe Enver Hoxha që ishte komandant i përgjithshëm i ushtrisë nacionalshqiptare. Asnjë aktivitet politik nuk mund të ketë, as ka pas në Shqipëri, pa një komandant, pa një drejtues politik ose ushtarak. Këtë do t'i them me bullëri. Pasi kur të vëmë në sallat e mbledhjeve me parti tjera, le të bisedojmë si ta kemi idenë. Lavdi, heroi të popullit, Vasil Shanto.